Të njerës që nuk i nja. Të njerës që nuk i nja. Pse me i pse me abo... Po, pse duhet me miragu një fotografie? E poston për e lojmë një foto, një video në story. Është single? Po, është single edhe partneri jam ose i kujtesës me i komentu atë. Ose me i bo... Varët vi qëfar këndërshtrimi e shep unën për veti. Unë nuk mendoj që është jam shumë i kujdesshëm në kësi veprime, sepse seriozisht kur e kini një marrëdhënie shnosh ose një familje shnosh, nuk i avlen edhe me kriju hapësira dhe probleme tilla. Nuk më me dhoni përgjigje për njerëz që e bojnë që të veprim, se nuk jem trunin e tyne, për ndryshe nuk e parapëlqej asune këto, edhe pse për shembull te gruaja jeme, ka njerëz që shkruajnë komente, ka njerëz që kanë ndodhur dhe e kanë thirrë në Instagram ose kështu, edhe tash të siguronë të isha diçka isha thonë kush o ky që po thirrë se s'thirr kërkush pa hiri. Ose rastisht, këto janë probleme që njerëz thjesht janë të pakënaqur me lumturinë e vet edhe këshyrin me dëmtu dikujt. Unë e shoh ashtu. Përderisa unë nuk e kam një fakt konkret që është një diçka që mundet mua më pengu, ose fakt edhe na në lidhjet edhe në qeftë edhe çdo gjë diskutohen gjanat para se me ardh deri te një martesë për shembull ose në diçka. Unë e di sa çka i pëlqen gruas teme, çka si pëlqen. Edhe ajo e din të njëjtën, kështu që problemet evidentohen kur ti e din çka është në rregull, çka s'është dhe mundesh me një çat dora cakun. Po Fatparta? Se kuptoj pse një burr i martum me 2-3 fëmijë duhet mi shkru një vajzës 3, 23 vjetë, 24 vjetë, apo mashtrojnë vjetë, ndështë vajzat 3 ashtë të vjetës sociale. Kjo është e dyanshme. Jo, nuk mundet me qenë e dyanshme përderisa një burr është i martum edhe nuk e ka asë një fotografi me gruan edhe me fëmijët, po pastaj i dalin me kohën edhe gruaja edhe fëmijët. Pra, sa po mashtrojnë ndështë edhe